Pas shkrirjes së partive të cilët përbëjnë koalicionin Vlen, e njëjta pritet së shpejti të bëhet një parti e vetme. Kështu deklaroi njëri ndër liderët e Vlenit, Izet Megjiti, i cili tha se pas disa ditëve Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa, ASH dhe Alternativa do të funksionojnë edhe ndonjë ditë kështu, pastaj do të shkrihen në një subjekt të vetëm. Megjithatë, se kush do të bëhet kryetari i partisë dhe në çfarë modeli do të formohet kjo parti, Megjiti nuk precizoi detaje më të sakta. Po punohet intensivisht, pra po shkojmë drejt finalizimit, mbram e patëm edhe kuvendin e Lëvizjes Demokratike, unanimisht u vendos që të shkrihet, pra prioritet mbi prioritet është formimi, themelimi, funksionimi i Vlenit, edhe mendoj se në këtë frymë po shkohet drejt finalizimit. Asha do jenë për 3 ditë, një javë, 10 ditë, po jemi në finale. Megjiti komentoi edhe ndarjen në Aleancën për shqiptarët e brenda Vlenit. I pyete se kush e përfaqëson ASH në Vlen, Azir Aliu apo Alben Fetai. Megjiti tha se me rëndësi është që të dy kanë marrë vendim që të shkrihen në Vlen si subjekt politik.